jemi në një segment të rëndësishëm rrugor, Berat Ballaban, një segment rreth 60 km, i cili lidh 3 bashki të rëndësishme, atë të Beratit, Përmetit dhe Tepelenës. Këtu jemi në lotin e parë, ecuria e punimeve është rreth 27%, por nga sa po diskutoja më përpara këtu me të gjithë skuadrën që punon, mund ta mbarojmë edhe në fund të këtij viti, Ervin, në rast se gjithçka do na shkojë siç duhet. Për të thënë të drejtën, këtu të gjitha problematikat që kemi pasur me shpërndësime dhe gjithçka tjetër. Si dukeni? Respektet. Erdi. Po që kja të radio në gjepë, nëzire? Kështu që këtu problematikat që kemi pasur në fillim me shpërndësimet apo edhe pjesë të tjera ku ka pasur një zë pushteti vendor na ka nesur shumë shpejt për të thënë të drejtën. Është diçka që duhet të progresojmë bashkinë e Beratit nga Kypra. Në ndërkohë kjo është një rrugë e kategorisë F. Jeni. Hajde bardaj, hajde. Hajde pak, hajde. Si e kemi? Rasela, sa e bukur që je. Sa e bukur është Rasela. Ja me Gjorgji Rama. Qa e mirë kjo. Bukur. Erdi. Brava. Shumë faleminderit. Respektet, faleminderit. Edhe bëhet shumë rrugë e bukur, kjo është spektakël që ndisur gjithandej. Kjo në fakt ka një karakteristikë tjetër që kanë njerëz shumë punëtorë. Edhe në fakt në zonën e Beratit, zona e Drobonikut quhet për le të themi edhe për ritmin e punës që nuk e kanë ndërprer asnjëherë gjatë 30 viteve. Lëresi do bësh tjerët Edhe për ju, punën e Palos. me mbetjes, do bësh tjerët atë mbetur. Si serios. Joni, ti që në serios, si e bindemo. Si jemi, të gëzosh. Kemi nisur nga ana e Tepelenës, pra kemi nisur nga ura e Ballabanit, atje ecuria është 67% sot që flasim. Në ndërkohë që në lotin e dytë pastaj është diku në të njëjtën ecuri, pra rreth 30% është atje, 27 është këtu. Po siç them, me kompaninë që po bisedonim sot, ka shumë mundësi që ta mbyllim brenda vitit, Po pra thosha për lidhjen deri tjetër në me Korçën. vjetor. diskutuar. Ajo është krau tjetër. Krau tjetër. Krau, domethënë që ta lidhim me Viskuqin thoni ju, patjetër, Po, ato do vazhdojmë pra. bëhet Çorogot Berat. është një unazë shumë e rëndësishme kjo Atë kryeministër. duam ta vazhdojmë, duam ta vazhdojmë, do ta lidhim me Korçën pastaj, me Viskuqin. Edhe bëhet e gjitha Një unazë e jugut, që Berati nga ajo që thoshim xhep do kthehet në kulet. po këta kanë edhe kësaj njerëz. Po kjo. Ha? Po pse 7? Pse 7? Po pse 7? As të funda së krye. Pse 7? Hajde një sekond, hajde një sekond. Hajde, po, hajde. Shire dorën. Shive dorën këtu. Ha? E, shef mirë dorën. E, po, ty nuk të kërkohet të bësh duar me kao, të kërkohet të fuzësh tu në kokë. Të fuzësh tu në kokë para. Bjerësh tu, brënda. Që të korrësh pastaj edhe t'jesh i zoti vetes. Si po, qarë shtatë? Jarimir është ai, po duhet fuzësh në kokë sa më shumë sot, që nesër pastaj të korrësh më shumë. Unë do të ndjek ty këmbë këmbës. Ba mos e që po them, do të ndjek këmbë këmbës po them. Zotohu para fshatit, Do zotohu. më japi Ervini kontaktin,
Unë du të ndjek ty. Edhe nuk dua më të më thuash se 7. Qa 7? Qa 7? Ti duhet t'jesh me të gjitha shkëlqyra. Se nuk të kushton gjë. Kokën plot e ke me mendje. Po nuk e ke ujitur. Nuk e ke prashitur. Si thua, drejt ka më bëja? Jo, shumë drejt. Po bra, do të të ndjek këmba këmës po të them. Nuk të ndahem, jo në rregull, jo. Si që e kjo? Shiko si punojnë ta? Pytat, gjyshi, stër gjyshi, bam e bum, ty të kanë bërë, shiko si të kanë bërë. Ala me djali, me çantën kuris, me libra, me të tëra, ç'a të kërkohet? Vetëm të mbjellësh këtu në kokë. Nuk të ndahem. Kujdo se po, ja, në sytë shadi po të. Nuk të ndahem po të. Qa klasi? Ha? E teta, cila shkollë? Nërë, shtumë. Visi dy. Ja, në të e ujtë gjithë burat e tu, jebi fjallë duhet të mësosh. Jo, thuaj atë tu. Thuaj, jebi fjallë, thuaj. Qa të vazhdojnë, do vazhdojnë për tjetër, unë thuaj që notat e tua do rriten dhe do shkojnë te maksimum. Thuaja. Përsëriti. Notat e mia do shkojnë te maksimum. Bravo. Po nuk. Po do të vi me gjithë ta, do të vi të shtia. Bravo. Merë një pesazh të jashtëzakonshëm. Po duket si një pemë, nda të pjesën që shqisë përshë këshim rrugë. Sa ju mbushë dhe i gjitha bëhet në dërgjët e burat që shqisë tani. Gjërësia e saj është, me bankina nga 3 metra se cila dhe 2 ansoret janë nga 0.75, pra 1 metër e gjysmë janë 2 bankinat ansore. Është kategoria F-shtam, urbane, interurbane dhe në ndërkohë gjatësia e plot e gjithë segmentit është 60 km. Se është me resur, të mund e shumë se ka të një jashtëzakonshëm. Shkoj që disur, komplet e që ndisur e punuar, e bukur, fantastike. Gjithë të zonë e ka përgjithë, pesazhi është një maniqë. Për agroturizëm është komplet një... Tani në berë do ecëm dhe më shpejt se dhe sistemohet pak çështja e motit, tu ka pasur shumë batë, prandaj të ne kapëm kantierin nga sipër, nga që poshtë ishte goxha batë akoma. E të kanë gjarë ty më duke. A i ka gjarë bërë asja. Po është shka që tani nuk shef nga ajo, shef nga kamera. Po është hiku, po. Kum hiku? Iku shpit mësoj. Po, bregu. Aty është, hajde këtu ma, hajde këtu. Hajde bëj një fotografi ma. Hajde këtu, kum hike, ta se hike mësoj. Hajde bëj një fotografi.